Sot shënohet dita botërore e ushqimit, një ditë që i kushtohet jo vetëm luftës kundër urisë dhe varfërisë, por edhe rritjes së sigurisë ushqimore për të garantuar produkte me cilësi e standarde të larta për konsumatorët. Në këtë ditë specialistët apelojnë për më shumë përgjegjësi, si nga ana e prodhuesve, ashtu edhe nga konsumatorët, në mënyrë që të sigurohet një treg ushqimor i shëndetshëm dhe i besueshëm. Ushqyerit e njeriut sot dhe prodhimi është ndoshta një ndër çështjet më të nxehta dhe më të rëndësishme që na bashkon të gjithëve në një kauzë të përbashkët. Është shumë e rëndësishme që sot të ushqehemi sigur dhe konsumatorët të marrin gjithçka që ju duhet, duke mos përbërë rrezik për shëndetin e tyre. Në fakt, kjo është një marrëdhënie e ndërsjellët midis prodhuesit, konsumatorit dhe autoriteteve përkatëse për të garantuar sigurinë dhe cilësinë ushqimore. Sot tregu është i mbingarkuar ndoshta me gjithçka që konsumatorëve ju duhet ose dhe ndoshta realisht nuk ju duhet. Jo çdo ushqim përbën nutricion për organizmin tonë. Ushqimi sot, për shkak edhe të zhvillimeve globale, detyrimisht që vjen në forma, në trajta, në konsistencë, në karakteristika nga më të ndryshmet, të cilat vijnë për shkak të shtimit të metodave të prodhimit dhe të përpunimit. Ajo çka duhet të kenë parasysh konsumatorët është që të orientohen më së shumti drejt prodhimit vendas të sigurt, të cilët janë ndoshta dhe të pamundur për të bërë ato të cilat ata i shikojnë në televizion ose për media, abuzime me pesticidet, abuzime me përpunimin, me konservantët, me aditivet. Një prodhues i vogël vendas e thënë ndryshe mund të jetë i paaftë në thonjza nga ana ekonomike për të bërë të gjitha këto manovra me ushqimin. Nga ana tjetër, dhe për sa i përket produkteve të importuara, gjithmonë duhet të kenë kujdes të shikojnë datat e skadencave, të kontrollojnë nëse janë të certifikuara apo jo, të kontrollojnë etiketën në lidhje me përmbajtjen e ushqimit. Sot nga produktet nëpër supermarkete, problemi më i madh, ndoshta sepse data e skadencës është një gjë fare elementare dhe fillestare, por e rëndësishme që lidhet dhe me kontrollin që vetë konsumatori duhet i bëjë, por dhe me kontrollin që autoritetet duhet i bëjnë, i është mënyra e përpunimit dhe aditivet që janë brenda. Sot konsumatorët priren nga paketimi, nga reklamimi, nga marketingu dhe harrojnë që duhet të shikojnë dhe të lexojnë ato që janë brenda. Aditivet dhe konservantët do të thosha janë ndoshta problemi më i rëndë shëndetësor për ditët e sotme. Janë ato të cilat shkaktojnë dhe në të ardhmen efekte afatgjata që lidhen me sëmundje kardiovaskulare ose neoplastike. Kështu që në këtë aspekt vetë konsumatori duhet të ndërgjegjësohet për kontrollin e produktit që bën duke lexuar etiketat, nga ana tjetër pastaj ngelet autoriteteve për të përcaktuar dhe të orientuar siç duhet konsumatorin. Kontrolli nuk duhet bërë kur ka shpërthyer një problem, por duhet bërë përpara se problemi të shpërthejë. Morava thekson rëndësinë e kontrolleve të vazhdueshme dhe monitorimit nga institucionet përkatëse për të mbrojtur shëndetin publik dhe për të rritur besimin ndaj produkteve që konsumojmë çdo ditë. Rreziqet janë të shumta. Dhe sado që të evoluojmë në kontroll dhe në menaxhim të cilësisë dhe sigurisë, gjithmonë do të ketë rreziqe. Në të njëjtën kohë që ne përpiqemi të garantojmë sigurinë ushqimore, në të njëjtën kohë ecën dhe evoluon përpara, sikundër thash, dhe prodhimi, por dhe mikroorganizmat. Edhe ata evoluojnë dhe përshtaten kundrejt metodave të reja të trajtimit. Prandaj është një rrugë e vazhdueshme, pafund, por që gjithmonë duhet të jetë në kornizat të ndërgjegjshmërisë së prodhuesit dhe të kujdesit të shtuar të autoriteteve. Sot mund të them që konsumatorët në të shumtën e produkteve janë të sigurt për atë çka konsumojnë, sepse të gjitha ato produkte kryesisht kontrollohen, kalojnë nëpër disa etapa të përpunimit që eliminojnë këto rreziqet bakteriale, por jo kimike, dhe nga ana tjetër sot është rritur deri diku dhe ndërgjegjja e prodhuesve, sidomos me atë informacion që kemi brenda vendit dhe lokal, pasi le të themi që hallka e parë e kontrollit do të jetë është vetë ndërgjegjja e tyre. Askush nuk do nga ata që të prodhojë një produkt që do të dëmtojë konsumatorët, sepse në këtë mënyrë do të dëmtojë profilin dhe veten e vet, marketingun, tregtimin e kështu me radhë. Por që në fund gjithmonë hallka i ngelet autoriteteve. Ka shumë akoma për të bërë. Ka shumë direktiva dhe gjëra të Bashkimit Evropian të cilat këtu thjesht janë filluar të konceptohen dhe jo të zbatohen. Pra, autoritetet, ndoshta shtimi i skuadrave të kontrollit, shtimi i legjislacionit, zbatimi i legjislacionit, shtimi i masave administrative në rast të shkeljeve do të ishin hallkat që në të ardhmen konsumatorët dhe sidomos specifika ose kontingjent brenda konsumatorëve, sidomos fëmijët,
E theksoj sidomos fëmijët, sepse janë kontingjenti i parë që për të njëjtën substancë që mund të gjendet në ushqime e vuajnë më rënd se sa të rriturit, të jenë më të sigurt në të ardhmen. Dita botërore e ushqimit synon gjithashtu të sensibilizojë shoqërinë mbi rolin e ushqimit në shëndetin, mirëqenien dhe zhvillimin ekonomik të vendit, duke e kthyer kujdesin për ushqimin në një detyrë të përbashkët për të gjithë.